të reguhe se ka bo dejtar fatkeqësisht vetun, po dhe si shtet, po dhe me shtetin ju më shumë, 100 herë se ka bo vetë shteti Kosovës, sepse në fundit Edi Rama ka një preambulin në kushtetutës e ditin mbrojtje shqiptarët anë mund ka janë, e drejtë të cilën nuk mu ja mohojnë as shtetet tjera, të shë Albin Kurti, a i mini vogël, a i as obligimin e ti qytetarë spaku, nuk e krynë sot në ditën e protestav, karshi, vujtje, mbundit dhe sakrificit që kanë bërë qytetarët për të mri edhe a i vetë në front, që e këzonë sot. Jesi, deri tani ne kemi raportuar dhe ka një numër të madh të qytetarëve nga Kosova, por dhe nga Maqedonia e Veriut që po i drejtohen Tiranës. Ndoshta kjo pritet të jetë protesta më e madhe që shqiptarët i bën bashkë, zoti Haradinaj. Unë uroj që kjo të jetë protesta më e madhe për arsye se nuk ka nevojë më për protesta të tjera, por edhe faktori ndërkombëtar, por edhe faktori kombëtar duhet ditë se po të organizohet një protestë tjetër që neve që kemi në plane. Porojmë që të mos kem kobi bo ato dhe të na vinë lidrat brenda. Shqiptarët dita me ditës janë me unik, shqiptarët dita me ditës po vedisohen dhe shqiptarët ditës me ditës po i kuptojnë politikat e mbrashme kombëtare, po edhe ndërkombëtare që përdojmë në aprish me faktorin ndërkombëtar e që ishte faktori Amerikan dhe Evropian zbashkull si NATO, që ishte krah UÇK-s. Prandaj UÇK-s ka mund të krijojë të bëj krime luftës sepse kishin përkrah NATO-n dhe NATO nuk ka bo krime lufte, kështu që nuk mundën të na dojnë parcialisht dhe të na ngarkojnë krimet të cilat i ka bo satrapi dhe kasapi Ballkanit Milošević. Zoti Haradinaj, pse keni në plan që mund zhvillohet një tjetër protest në Hag apo në kryeqytete tjera të Europës? Jo, ne mendojmë në go. Kjo rutina e motorëve ka qenë më tepër simbolika që të përfshin gjitha qytetet dhe Evropën, gjë që po lën shumë përshtypje, është shumë interesant. Po thëmë, po reflekton krejt ndryshe, por ne besoj se ka fundi këtij viti do të organizojmë një protestë në Prishtinë, të besoj se do të jetë edhe më e madhe, por gjithmonë poroj, po s'ket nevojë të organizojmë atë protestë, po krerët na vinë shpejt. Ndërkohë, zoti Haradinaj, në forma liria ka emër, e ka në program dhe në synim të organizimin e tillë kundër padrejtësisë. Gjithmonë flasim kundër padrejtësisë, pa imponim në drejtësi, por vetëm të ketë respekt, reflektim të drejtësisë dhe përkujdesin dhe monitorim të asaj atij gjyqësori që po zhvillohet dhe që kalon deri në bresa të çdo qytetari thjesht që ajo po devion rreth drejtësisë, ku edhe e kem po edhe tash ku shumë motoristë të nacionalitetet të tjera veç por kanë shprehë dëshirë të bashkohen në këtë marsh proteste. Në këtë lloj mënyre që keni zgjedhur pra të protestoni me kalimin në disa qytete me motora, në ndalesat që